Qa luft të gjysh, ha? Këto I kam bërë vetun. Ta dishti sa Gjerman kanë vrarë unë të keqen gjyshi. I ke vrarë ti? Po ty të hëngri qeni për mbrëmë o gjysh. E mbaj mëndë si sot. Ishim në Konispol. Kisha marrë urdhër të shkatroja një bazë ushtarake gjermane. Po pse, ty tek pull do të dërgonin ato, s'kishte partizan të tjerë? Nuk e merte njeri për sipër, nuk ishin guxim. Vetëm unë kisha koqe. Mos më ndërprit. U afrova si mace prangardhit dhe e ka përceva si balerin. Sa hyra unë, u mobilizua një 500 gjermanore. Nuk dia qa të bëja. Mu në atë moment, englezët bombarduan bazën. Vini bombat breshëri. Gjermanët vrapuan si pula. Në fund, isha ngelur vetëm unë me një 40 gjermanë. Zora biçakun dhe ata jam bathën sërish. Me ti kur Gjermanët duollën ca femrat bukura laguriq, një të nxjerrë klarinetën Jaguar edhe kemi bërë një hëngonipçe o të keq. Një sekundish. Alo? Po, këtu në katë 6. Ja se dole tek dera. Kush është? Gjermanin. Qa po në o gjysh? Kush Gjermanjo? Po qa Gjermani më gjysh? Është Gjerman kompjuter, së mësolli kompjuterin e ri. Dhe shodha granatore. Hajde vazhdo me historinë gjysh, hajde. Ku e la? Me këm për pjetë e lamë, ku e lamë. 3 bjonde 4 brune, di qa më kam bërë. E di sa më kam falenderuar, që shpëtova. Po fëmijët o zotrim, po fëmijët pse nuk I mësojnë për politikanët, për korupcionin që bëjnë ata, që vjedhin gjitha do miliona, që sungopën njerë, sungopën, në njerë më vjen, haj që s'kam një grusht të fort, ti bi... Alo? Po Entela? Qa ka printeri? E ke provuar ta fikësh ta ndezesh njerë? Pise shikojmë ne. Berti, Berti, qore se është prishur Entela, është prishur printeri Entelës. Po ku diun qa ti bëja vlada që më lëratë? Mos e thuaj këtë që ku diun qa ti bëj, do na dëgjoj njeri. Hiko fike ndize, shife qa bëj. Sigur po për toje. Po e ke puno, miku. Shtet. Nuk të duhet trapani për ta fikur ta ndezur, qa bën? Alfredo, si e? Si e një juve, drejtor? Dëgjoj, na duhet një aplikacion kështu për shitje. E bëni dot ju ti ose ai kolegu jot? Po e bëjmë, si se bëjmë, e qajmë fare. E marim atë DNS-n, vëmë të FFF. Thjesht më thua atë sa kushton edhe që t'ja u jap klientëve. Ta flas me Bertin se Berti është specialisti, I qanë aplikacionet, I bën shumë mirë. Mirë, foleni dhe ma thuaj. Direkt. Mos e vono, a? Jo, mo? Telebingo. Po ku pari veshe në aplikacione do buri dheu? Qa na katron koto? Po qa na katron koto, re? Qeco buri dheu qkjolla, aplikacionin do e bëjmë me Netibalin, I themi drejtorit e bën vet, mbajmë restot në gjep. Po kjo është vjedhje, mori Fredi. Është vjedhje. Vjedhje është po në kapën. Ti sa politikanët dhe pastaj do të vjedhësh vetë. Je I fllishur je, unë nuk e bëj. Do e bësh. Nuk e bëj. Do e bësh, ore. Nuk e bëj. Çfarë keni? Në mal jeni? Pse bërtisni? Ka një problem familjar Berti o drejtore dhe... Alberto, çfarë ka ndodhur? Nuk po rregullon dot printerin e Entelës dhe është shqetësuar shumë. Po ky s'është shall familjar, më je mirë. Po Berti dhe Entela janë lidhur bashkë. Ashtu? Presin edhe një fëmijë. Jo. Urime?
por politika e kompanisë është që askush nuk mund të lidhet brenda stafit, o ti o Entela atë në jeni pa punë. Jo, drejtor, nuk është se janë të lidhur me vërtetore, thjesht ka një ashtu vesh. A presin fëmijë? Entela e pret me tjetër person fëmijën, nuk është i Bertit. Po, Berti s'bën dot fëmijë. Qa thua? është terp. I ka prerë koqet kamioni kur ishte i vogël, ka një aksident. O drejtor, gënjer, ore maskara, gënjer se do të të bëj golin ty, do të të marrë lekë të aplikacionit, dhe ndërkohë do e bëj me neti bali. Koqet i kam zarë. Është vetë mohim, është. Ore, dërgojnë? Gazi, qysh je lako? O, që është caci, ku je spion? Mja për cika do lekë të shkallës më. Po tani e gjete që jam si breshka unë, caci? Që gate? Te. Koltuk. Pasaj ti e di që Gazi bën vetëm investime strategjike. A ti o që atë do t'i dhe në njeshk. Tani e gjete spion. Na, më një ma bënde e veri. Ka që? Ka që më ndodhen. Do ikësh? Qa e ka dore? Gjako vendo, koltukoj nuk e shikon qa është. Po e ke bu shpi me plera o Gazi. Po tham t'jetojnë bashkë, ndajmë Qirano, Buridheu, ndajmë shpenzimet, po nuk jetojnë që me splerave. Qa ke, Ola, qa ke, pastaj shiko sa i raqëm që është ke. Ku ke parë koltuk si kyti? Ore do e ke shurosu në i maqë, po hidhes do mash në i smundi, ja. Ajde mos e kështu the dhe për ekurin dhe shisi po e kuros tani si janë fisje bërë. Qarë po e kurosh, ore, se kës punon av Buridheu, shi që ka. E, nuk punon, po punën e bën ama. Pastaj ti e di që dhe për koltuku shisa i mirë që është, Gazi nuk bën investime e kot, bën vetëm investime strategjike. Iko ik me në ty unë, po. Do bësh një punë të hajrit, do vinë ata të mides, sillin një kondicioner, ti shpi do jesh. Shpidoj mu tani që kam koltuku unë s'lëviz fare nga shpion. Shumë mirë, të kam le lekët aty të komodina. Sa ke len? 600. 600, u çmende për kondicioner 600.000 lek, ta gjen Gazi më lirë more. Ku da gjej ore, te plera do i gjejen. Ama në kondicionerin ta marrin mirë, ta marrin midea, se vinë dimër. I kam, haj. Nuk do marrim. Alo, midea jeni. Gjo, jam një klient, doja të bëja një anullim porosie, po ka mundsi. Qa bet? Si kalove, mirë? A keni i kondicioner midea? Po kam o si s'kam, jakoj. Po jo më s'duke si midea. Nga diti. Po kam pa te reklama unë me atë qerosin, e ke farat reklame në kondicioner, ta pish kup. Po ti mere budala s'ke që do midea, por ky është sa gjysma e gjysmës mides. Sa? 300.000 lek do t'jap edhe atë dhoro. A i s'punon, po i ke dyja bashkë. Po montimin? Montimin e bën një kushu a im hidraulik. Po fiks, kam edhe parmakun e shtëpis. Rolla. Do i marrësh? Do t'i marr. Po të keqen e ta mbyll. Rakia. Donim. Po, ide. Ide këtu. Adë dërë të skuteri. Aj. Ore, More. erdha atë mides. Ja anullova ata. Qysh janë ullona, vlla, pse e kushtat? Ore qetsohu, pastaj kondicioneri u montua. Na dhe kusurin. 300, numroj. 300. 300. Çe ka lirë? Më tha i gjaxhi është njësoj si midea, tha. Qa ke marrë ore njësoj si qa ke marrë, vlla? Po Leo qa ka marrë, po shikoj, për 3 sekonda e ke dhomë flak. 3, 2, 1. Mos, ikën dritat? Po ti e mirë pa ngrohë, në le e pa drita? Po ç'ke ose do dali dielli nesër, do ngrohemi. Po... Zemra ika unë, Ku po shkome? në kursin e pilatit. Pastaj pse duhet më pyesësh gjithmonë një herë? Prap do ikësh. Pse? Nuk është se po shoh ndonjë ndryshim e thënë drejtën. Profesori Pilatit mendon të kundërtën.
Po se merr 150 euro, prandaj mendon të kundërtën. Pastaj quhet Pilates, nuk quhet Pilati. Ti si di emrin? Nuk di unë ta them ashtu në latinisht, siç e thua ti. Profesori Pilatit mendon që përpikmëria është gjysma e punës. Kështu thot profesori, a? Ta shikoj mirë këtë profesorin si duket. Ti je mbreti që futve. Ti je Jezusi Nusretit. Nazaretit. Nazaretit. Ti je Mesia. Ti je ai. Qa po ndodh këtu mu? Ua zemër. Qa është kjo mu? Përshëndetje. Ky është kursi ku njerëzit vishen si Ponc Pilati, guvernatori judes, i njohur ndryshe për kryqëzimin e Jezuit. Ky është budallalliku më i madh që kam parë ndonjëherë. Ka mundësi ti respektosh pasionet e mia? Qa pasioni më, ky s'është pasion më. Vllai, ka mundësi se s'kemi shumë kohë, jam Spider-Man në ditëlindje për një orë. Hajde tash. Jezus qëndron karakter. Po nxjerr nga gjendja kushtantët. Ik luaj golf me Tanin, vetëm ik. Golf do luaj, golfi është pasion. Pa, golfi është sport në Amerikë, kurse këtu golf luan vetëm Kiara Tito te videoklipet e Putrit i Merit, kështu që ik tani. A se kam idem fare kush është kjo, qa po thua? E po ik, pra ik! Budallin e mu. Flutura qetëso. Ma jep dorën? Po të jap nga energjia ime flutura. Merë të gjithën brënda. Ta mbaj. Mbaj brënda. La mbaj brënda. Tani shpërthe. Shkoj. Golgota të pretë o mbreti që i futve. Golgota të pret, o mbreti që i futve. E po shumë që diq me gradë, burë. Shumë. He, let luaj qiku me golfin e burë. Pore, hajde. Përshëndetje, sot do të pyesim qytetarët çfarë mendimi kanë për arrestimin e ish-kryetarit të Bashkiakut të Tiranës, zotit Lalieri. Edhe i thash, mos shko në puna të Më tij. falni, çfarë mendimi keni për arrestimin e Lalit? A no birë se na ke ngullur thik në zemër, na ke ngullur me këtë pjesë. E kishim si djalin tonë, e kishim. Bau, vjollcëm, bau. Po shiko mos i e bëri Tiranën, po si nuse e ka bërë. Nuse. Si nuse e bëri me burmotre, si nuse e bëri. Bau, më vjollcëm, po qaj kështu. Bau. Lalieri, o Flori, ktheu prap në bashki. Lalieri, o Flori. Do blesh gjë, do blesh në një gjës, do blesh. E me i kërin bëthën shra. Më falni, çfarë mendimi keni për arrestimin e zotit Lali? Ne nuk dim gjë për zotin, s'dim asnjë gjë, po bëjnë mirë ta lirojnë se kemi një javë këtu pa buk, pa ujë, po vdesim. Po mbani grevurie? Po gjore qa grevurie thua, po presim të vi dikush nga bashkia të na bëj foto, s'po vjen njeri ella. S'po vjen njeri, s'dim qa të bëjmë tani. Kem 3 ditë, Kemi 3 ditë, kemi punuar lule të shbër gjam lulishtja, këtu as i foto. Do na bësh ti një foto, vlla? Po. Na bëj një foto t'ja nisim Lali ta postoj ai. Dile ti me ne këtu si gaspaja, hajde. Ha. Hajde. Ashtu, bëni sikur punoni. Zotri më falni, jeni prapë kundër arrestimit të Lalit?
Ja kam bërë aq mirë që e arrestuan atë maskarat. I kitë shesi fiq tani, e agrume edhe. Kam bërë shumë mirë. Nuk e prisja në fakt. Po kjo tregon që drejtësia po funksionon. Drejtësia po funksionon, gjaku po pastrohet, ky vend po futet në rrugën e duhur. Ti iki këta politikan fliqësira, mor. Ti iki këta fliqësira, të vinë të rinj. Kupton? Për ka do votoni këtë vit? Ilir Meta e vërteta. Ai është i vetmi. Ilir Meta është këtu, është kudo. Ilir Meta. Më vjen keq, ka ndodhur shumë grabitje këtu te liçenithat këto ka. Çmendur dynjaja fare. Prap, po më thoni që ishin pa maska? Aha. Vetëm ju i pat? I pash edhe unë. Pra në 3 të mëngjesit, ju pas keni qenë të dy zgjuar. Qohemi shpesh për të pirë ujë natën. Thahemi, edhe duhet i hidratohemi. Shefi, shiko çfarë gjeta. Duket si kam xhik. Do u ketër grabicëve. Ndoshta kam përdorur për të hapur dritaren. Sa ta mbajnë që veç. Mund t'ju pyes kush është ky zotëria këtu? Është thjesht një mik i familjes. Fjeti këtu sonte. Stavri. Pra edhe ju i pat grabicat, ë? I pash, Edhe ju në 3 të mëngjesit zgjuar. po pija uj. Marrësh. Shiko, e rëndësishme është që nuk vodhen asgjë nga që u trembë, na pa ne edhe më mirë ta mbyllim. Tani me kaq. Jo, më vjen keq. Ne do ta gjejmë dhe kështu do shpëtojmë gjithë lagjen. Po se, Base nuk ja vlen kësaj herë. ti. Ajo kamera duket sikur ka kapur diçka. Ajo kamera aty është kot. Është instalacion, nuk punon. Është sharti i zonjës, i bën zonja ime. Ajo është ndezur, po filmon. Qika, po e bëjmë të madhe kot. Çuna të rinj gabojnë nga varfëria. Ai dirama. Unë them të shkojmë të gjithë të flem. Sa i pëlqej. Të flem të gjithë nëpër shtëpitë tona, domethënë. E vërtetë. Se shefat janë të lodhur. Shiko, kamerën do duhet ta Konfiskojmë shefi. Konfiskojmë. Duhet ta Konfiskojmë. konfiskojmë si provë materiale. Okej? Okej. Do ta hapin derën. Pale do jenë dëshmitar të jo vajt. Shumë, grande. Në 3 të mëngjesit. Ose censusi. Nuk kemi regjistruar akoma. Sa vetë. Kapiten Brekushi, i kap derën, shpejt. Erdhi druvari! Me xhuxha, me polica, me gjera, s'keni kursyer fare. Ç'kemi? Unë jam Pavlo, si e? Qa bë? Shefi, do ja plasim. Ku je bërë punat? Ai e mirë. Që Sa Tirana. Mirë. Ai e lodhur. Ai, Atë mo, ke nga qenë. A ke qenë mirë. Dal, në bollë, po. Ai do rall çao. Ku je, Lipçe, ku je? Që është ka daga? Çfarë ti bër? Mirë? Na vazhdo ta bravo. Hyri. Hyri o qeri, hyri. Miser. Më të vet. Hajde ja, ujmë këtu në divan. Rini si shpituaj. Qysh ke qenë o qeri? Mirë se idja. Ashtu si në fshat. Çfarë të bëj? Këtë binan qysh ma ke? Po iç bre se ka mirë. Iç se ka mirë. Ja me luan me këtë lodrën tërë ditën. E po tash i brezi sotëm këtë pun ka? Po çfarë brezi sotëm ky është i 94 Orseit. Shokët e këtij kanë dim të ushtari, kanë ky allçaku më rrjeti. Ma më ruaj du ta plavita mua. Duhet të rritesh Erxhon këtë, besh burr. Qerim, më i fol djalit kështu sidomos sy të tjerëve se turpron e fut në dhe.
Po në e qupë të mirë ke zënë të ke që dajua? Apo me tërë këtë unë që ke ti thuaj nuk e puth do të që i më gjerë sytë. E po kush ka mundën e madhe ka dhe... Ishtore! E lafos da ashtu... Pa mo juve më kini më thua kur kam qenë 2 vjeç. E shikon si lafos, e? A e shikon si lafos? Por na ka shten se mundjen ky fëmijën. Unë them ta iq ako nga fshati, ta lenja 2 muaj këte, mo bëhet në i qiki shkathët, mo zërë në i qup ka Allah. Ja, e ke mendua shumë mirë se Tirana të shkatëson për to gjëra. Po, qysh d'ja bëni do mini shpi me qira? Po qaj qira e brësi, qaj qira, ku kemi leka në për qira? Këtu, Ku këtu? këtu është shpitendet e dajua. Je dajua dhe, po dajo gjani, dajo kapetani. Unë po ta lek të këtu, kurse unë po ik për një zhavet se më niset fugoni. Mirë. Qarë fletër? Zgjidhe në qik që ledite, evra, alçak, beu i gjallë. Do e ta kishe undër më të vogël ke qenë dajua? Nesër që mëngjes do vem ta bëjmë se nuk shikohesh ti me këto. Na tremësh fëmijët. Lose. Hiqe atë, po hiqe, bëri dhe... Gjenë fiksua, nuk ka faja i qerimi që nervozohet aty. Qeko, marë. Qa ka u buri dhe o që na qoni qenë 5 mëngjezit me ka inzitim? Qa ka ndodhur? Nim që doktor, e vendosi do ta pres. Ky e ka që kompleks vet, po unë e binda ja dola. Qa li ke? E ke parasysh atë shprehjen o doktor, kush ka undën e madhe ka edhe... Do ta pres. Do e presësh, je i sigur? Shumë i sigurt është, ta pres. Ta pres, mos e pres. Ta pres, mos... Boll me këto bestytnira, buri dhe... Boll... Ore do e pres, jore. Po, kishte ngrënë mëngjezin njerë ta mendonte me stomak plot, ha? I e ka menduar tërë natën. I shmbush mendja top. Okej, ju e dini. Kalojmë këtë këtu. Hajde, kalo këti. Shtriu aty. Po të dhem shumë o doktor. Po nuk të dhëm fare, ne bëjmë anestezi, si të dhim ka. Përse gjallin e bëjmë ne. Pa të shprehjen kush ka undën e madhe, s'do ma thonë, doktor? Po nuk do ta thonë, më nuk bën sens të ta thonë. Ne do e presim, a do e presim. Do e presim o doktor. Jepi. E pra, hajde, fligjum. Nina, nina, o, flio Gjoni vogëlo. Nina, nina, flio O, zgjua princesha, hajde Gjoni, hajde qoa vash. O palace. Operacioni doli me shumë sukses, u lodhëm qik se ishte tëra jo, gjitha jo. Mashallah, gjuna. Nese, hajde kalo këtej. Do hanë qenë të Tiranës 1 javë me atë qoqëm. Do pak kujdes tani në fillim, jo shtriqe, jo hapje të mdha, avash. Doktor, qa ka? Nuk bëj? Jo re bëm ne. Po, që s'ka fasho të uda? Qa unde? Ne e bëm të poshtë, o migo. Ha do e priste. Qa fletore? Vlla brundën e... Po, gjore! Po. Për hundën e kishte. Qa ti të qerimi tu tani ore? Po, qerimi thoi që ka vajzë, qa të themi. Paketoj, mere. Si kalove? Të pas që po rije këtu vetëm edhe thash... Thash të dhe ofroja në një gjë për të pirë, po ti që nge... Shap. Qa bën o koqe, qa bën? Qa bëj, pesi bënde si interesante t'ja kërcisja me këtë kokë. O plako, nuk flitet me gratë këshumë, më but më burë, më gentil, më romantik. Drejt ka. Po, profesor, pa tjetër këtë drejtë. Unë ta tregoj plako, ta tregoj se i duhet lodra. Qa të vetëm e lafe, po, na demonstron një gjë. Doni, Pore? doni ta tregoj. Shikoni, edhe mësoni. Ua. Merret numri me sekundë.
Përshëndetje! Zoti madh, 2 zana mali në një lokal, nuk parandodhë. Po shikoja që atje larg edhe më ranë në sy këto unazat. Çfarë është kjo kuarc? Është kuarc? Të kuarci është energji shumë e mirë, kuarci. Ua tipi! Asta nuk shmene. Seriozisht e ka? Nuk shmene! Nese u pa marrë numrin edhe për largohem. O më lali, u mahnitën. Po na njojnë olla lokali plot qapen si byth që u. E plako kështu bëhet, pra bëhet si byth që merret numri, grap, lodra. S'është nevoja, nuk është nevoja. Pse? Po normale, gratë duke duan ashtu olla. Si e duan gratë? Duhet t'jesh i sinqert, duhet të vesh atje t'i thuash vajze unë jam ky që jam, ti e kjo që je, hajde piqemi bashk, edhe po ashtu piqeni. Me hell. Po funksionon u burr. Ashtu funksionon. Po edhe Na i trego po ashtu. Po, doni ta shikoni? Po që janë syzet? Do ishin breket ata. Direkt, shife. Shikoni dhe mësoni. Orientohet lutem. O pare. E ka e birën e parë. Skret. Ku i gjeti? Dy pella. Studente ore. Mirë. Qefe kjo dy janë. Qef. Unë kam qef xhuxhat kështu. Zoti Agron, shpendi nuk është fare mirë me mësim. Ti biesh profesor. Ti biesh derisa ti dali gjaka undet. Po nuk dëgjon fare, fare. Këte i hyn, këte i dali. Bleje profesor. Shtile aturime. Po të dëgjoj me atë, biesh me këtë në gishta. 1000 jasësh. Një burr me kulturë. Ai shkon ça babaj. Ai shkon ça babaj ke. Po ba. Zoti Rivaldo, djali juaj James Bond Hoxha nuk është fare mirë me mësime. Si mesën e dytë sikur s'ka qenë hiç. Po s'ka gjë profesor. Nuk i duhet shkolla më se vrim më. A më vjen keq. Po si mund të flisni kështu sy fëmijës një? Ore, keq më vjen mua me ty që jem mësues, me 400.000 lekë rrok qelbra e nuk di sa të bësh me jetë tënde. Çuni ime ka të ardhme ndritur profesor. Të bëhet influencer, të hap TikTok, të kudet Big Brother, të bëj reklama. Ne jak ma keq më bën. Okej, ju e dini. Normal që e di kush e di, ti e di, nga e di. Babi, ky më qelloj. Kë çulla shuni ti? Nuk është e vërtet. Unë si prej kur fëmijët me dorë një herë. Ti djem shtyve. More James Bond, po të shtyva si që ullu te tavolina ime mor djalë. Po luate me regji. Po e gris. Le ta grisi më tjeri. Haje biri mamit. Hajde. Ritesh, të besh i fort si babi, që na sjell për të ngrënë në shtëpi. Bravo. Ama. Edhe një kështi. Bravo. Të besh i fort. Të besh muskuloz. Bravo. Pëlqen? Haje biri babit. Haje të gjithën, se mami punon gjithë ditën, që të na silli ushqim të mirë ty edhe mua picë të kon babi, se vrim edhe. Ku punon mami, ba? Mami punon në një servis me Xhaxhilandin. Po ti pse s'punon? Si të ta them, babi më përpara ka qenë mamë, ndërsa mami më përpara ka qenë babë. Nuk të kuptoj. S'ka që. Haje këtë edhe shiko parimet e Pamelës aty. Në qik qofte. Ba,
Do mbleshi patatin? Po e Malto? Që sa kam thënë, kur dalin për të blerë ti nuk kërkon asgjë. Nuk flet fare. Ku mja fëmi? Fëmi muti, fëmi degeneruar, fëmi 13 vjeç fëmi. Ecë. Baba, kënë ndë e marrë së të patatinat? Po nuk bëjnë o baba, nuk janë të mira patatinat. Ama, ndo atë lutë. Po të kam thënë o birë që janë me vaj palme. Vaj palme së shumë i dëmshëm për shëndetin. Ti mund t'i qash sa të duash, po nuk fiton gjë. Kur të rritesh, mund t'i blesh vetë. Babi nuk t'i blen me ndërgjegje patatinat që të të elmoj ty tani. Ama, ndo atë lutë. Jo, dhe mos mu lutë më se ti e di që unë njerë flas, okej? Nuk do me blesha? Jo pra, Fuck you. fuck me. What the fuck? Së shumë shpejti, nga regjizori i mirënjohur senegalez Babakar Kondomi, vjen për ju i pari film heror me agent imobiliar. Ky është ndërtimi 2020 me hipotek, me sistem kapot, me tanat. Një familje 3+1. Po pse po e shesin shtëpinë të zotit? Një agent i sinqert. Taman eshet agja e tyne, pronar të shtëpis deken para 2 muaj, i zgjetën i tu. Ku këtu? Muito. Një lojë fëmijënore. Një mosmarrveshje familjare. Po si ta marrim një në vete? E pa një që do e kishte kjo mure ati, është 3+1, është 20.000 është në blok. Kapite, moj në kapite. Do fshim me letër. Një veprim i nxituar. Do e marri. Pas ke din ditën e shefit. Shtëpia e kënduar. Sentilo terror. Ç'është kjo këngë? Të thash, do jetë shtëpi e kënduar. Por pa pritur. Diçka e pa pritur ndodh. Zemër jam shumë e lumtur që më në fund morëm shtëpinë e ëndrave tona. Gimi i këndritat. O, Zot, që mu desh mua me këtë shtëpi. Mama e kam frit në këto flej vetëm. Pse vetëm o shpirt? Ti ke Tomin. Një tom pa xheri. Wow! Po ti ku ishe? Po ju, ku ishit? Po ju kush kari një. I nominuar për 7 çmime Oscar. Nuk bëhet me pipa kokar. Mos bëj Oscar me pip, bëj. Ka mundësi se jemi me fëmijë këtu. O,
Zonja Shala, sholla jemi nga Midea për atë kondicionerin. Ah, po urdhëroni. Po ta dija që ishte kaq të mirë i punonësit e Mideas, do isha veshur pak më bukur ose do isha veshur fare. Faleminderit për komplimentin. Po është vap, asu çdo do të isha vesh. Heshtër. Më falni, ku ta montojmë kondicionerin? Te dhoma, po ti dale njerë, bëjmë pak muhabet, do pini diçka. Unë doja një portokalat nga ato me colpa, me pulpe. Heshto shitan, heshto qa thua. Jo, se s'kemi kohë, kemi 5 kondicioner për të montuar, do ikim nga fresku, kemi shumë punë. Oh, sa pun pas keni, këtej. Ndize një rotini. Rotini, ndize kondicionerin ore. Është atje sa të marrë. Ta ndes pak? Oh, me gjithë qef. Cënë komplimenta për këtë dhomë në gjumit më pëlqen. Perdet më pëlqyen shumë. Edhe ngjyrat, veti ke zgjedhur ngjyrat? Po sigurisht. Ore, po të ndize qa bën, fani zonjë. Si punon si kotele, Po më mësoni pak, si ta fik, si ta ndes. Tani dëgjo, me këtë e fik, me këtë e ndes, me këtë e ngre temperaturën, me këtë e ull, unë e le në auto për vete, se ky nordiku merret vetë me gjitha. Shme wireless ky. Interesant. E ke kontrollo me celular, ke celular? Sigurisht. Normale që ka, po hajde o burse hajde se do ikim tani. E mbaruam në punë zonjë, po ashtu të bëjmë qika të pagesën, të ikim. Ti seriozi 3 yje, ndërsa ti tjetri 5 yje. Ja të marrë për të falin. Pori! Po mirë, ne qa bëmë, ne s'bëmë gjë. Ore, po e mori vesh ai që keni hyrë në dhomë do ju vrasi. Po ne kondicionerin montuam, qa bëmë ne? Është Tropojan, po ju them. Jan, qa thua? Qa është Tropojan? Shpesh. Qa është Tropojan? E po policia. Shpejt, ore, s'te nga pra. Ore, po mirë lekët, po s'morëm atë shkallën. Ec, se karmë, ec, se karmë. Për atë riparimin e dollapit? Po urdhëroni, keni ardhur fiks në kohë. Sa mirë. Ka me traku kapi që? Alo, familja Tajepi. Qa është ta ime? Telefon shtëpie? Që sot e tutje asë një lloj celulari, tableti, interneti, çdo gjë, se na kanë shmëndur, e kanë shmëndur njerëzimit. Fare asë një gjë. Po porno ku do shikosh më ba? Unë nuk shikoj porno. Që ke dhe atë fiksim me gra trasha, se mirë. Hesht. Dhe pse? Ke 0900-ën, gjithsesi mund mbarosh punë me 0900-ën, përdore fantazin. Si të lexosh libër, kam bërë dje dashuri me njërën, ke qenë bami. 45 minuta pasionore. Pasionant. E di qa pasioni? 45 minuta. Pasionante po them, po mos kjo e gjëmën. Jo, më? Ore, nuk e di. Mitre, djalli... Hape televizorin të Telebingua se kam blerë bileta sot. Urime, zonja Testa keni fituar plot 1000 euro. Qa numri ke vënë te Telebingua? Kam vendosur numrin e djalit. Celarin? Po. Si po, mo, je çmendur ti? Po ne kemi telefon shtëpie. Nuk e di jam që kishim telefon shtëpie, po shiko arditin. Kemi numër shtëpie, më po shiko arditin. Po ba telefoni! E, atë qa bëndi? Po përgjigjet numri 265. Me 265, o ba! E, si ulla ty ti telefon, preke celularin. Jo, re, let ketë marrë edhe papa Mirzoti, nuk më intereson.
Asnjë telefon në këtë shtëpi. Jem mirë. Vajza. Shoj moj atë mu telefon. Shoj mo se na more kancerin asolli. Do bëhet me rak, o ba. Lori nuk më intereson, nuk ka telefon në shtëpi po të them. Ti ke rrjedhur ti. Ke rrjedhur ti. Ore leta hapë. Ore, niqe telefoni se u vot. Prek mua telefon ti. Motre. Nuk ka telefon në shtëpi. Nuk ka celular në shtëpi. E more vesh ti. Dale se e hapun, po ashtu. Si do hapësh ti, më ka burr shtëpia, do hapësh ti. Ulo ti. Më fal. Ulo ty. Më fal. Oja, kam bërë, televizat mund makinet, kam marrë 100 euro, kam marrë. Kum ke marr? Celular, ata. Celular. Celular. Duhet më kishe marrë të telefoni shpis, more Bedri. Si u bëre tani, pis. Motre. Erdhi Kamberi. Ja bëri vete saj. Mirë jo, ha? Pa telefon, ha? Iku Kamberi. Doktor, ke patur shumë të drejtë. Çdo gjë, çdo të ligë e kisha nga telefoni, nga celulari. Po celulari vret njerëz o burr. Jo, tani jam shumë i qetë, jeti sa i qetë jam i lumtur. Ha? Apo jo? Ha? Është i lumtur babi? E pra, qëtësi. Pa telefon, shit! Shit! O ku je? Keni orë, Ku dolet? Si ku takojnë Hajde, të bëkua. Kush do paguaj? Tio, kamari. Ke marr masa do? Janë marrë masa të bërë. Ke marr masa? Ka marr pa drejt. Jam pa drejt. Do jam tash të s'keni alë. Si ka lëtë? Do në mbash mirë se jam me qa miq kemi një sepe. Urdroni. Qa bedha? Si e Mirë, nga shpia mirë. Si nive, me kratleta. Si e la? Ma gjiva. Si e? Mirë. Qa bërë? Urdroni. Qa dhëndi ore. Una ka fjella i kape rrot në misit aty. Po që nga se bep më duket, Normale, serios. Sini. Po e tha njerësimi. Kush djerte? Leta shi, mo e bulloni kamarieri se është quni vogli. Po këta, ta shi të gjotë gjaqë, nga bjesh qa mesore, qa salaturina, gjera... Ka pak po, nuk është nevojë. Padrëgjane, tjatë mbushur, këto gjera ke pasushi. Do a qëllë që edhe një kec. O, të keqe gjore. Ti jeti plot. Si burat e ke bërë. Do a qëllë që edhe Bërë si burat. 2 litra raki, ti pim tu me shoqirin. Do një ujë dëshironi apo? Po i ko qa. Homoseksuali vine? Ikër. Edhe bëj kile, jo litrët. Bela e madhe me këtare. Miku, po qa se bepi kishe? Ta, se bebi është fantastik. Që po na e thuaj. Po dale, tashi, po nuk ka lezet, tu a them kështu, pjata të bosh, gota të bosh. Tamam. E paske se bep të rëndë duket. Se bep. Mos ka dalë lodva për Amerikë. Jo, më i mirë. Po të kanë marrë shpinë për pallat? Dhe jo, më i mirë, buri. Mo të kalën gruaja. Jo aq i mirë, jo. Do ishte fantastik. Aty do pinim 3 ditë reshte, bualla. Ajo do ishte për kryer. O, të keqe. Të shishen do i lështu. Po. Zbevaki. Të baj mirë. Gluvisk. Gjerdani, kape Gjerdanin. Shik gëzuar për... Po dal, po të kisha thënë se bebi ra burin. Jo, më falë mo, nuk e djallë. Më thash se e bëm... Bërë me të keq. Ishte nga tres. S'ka problem, ai gëzuar e ti o buban. Gëzuar. Vërtet në bushë. Zjarore. Ha? Zjarë, Shumë e është e dashur. Raki e mirë, qilësore, shumë duke dhe pi pa ile. Tashi,
Do ta ngrem këtë ja. Për sebebit. Po prito të piv gjerba prito. Prito s'ka thënë lajmin akoma. Po dale. Jo, më falë Mo mua. prisni qef. Jo, për sytë ballë. Se nuk e bëri me të keq tani, mos e vërtet ja anges në fyt tani, ja merr për keq aty. Mo prisni qef. Ore mo prisni qef, o s'ka gjë ka raki plotë. Të deri dhe raki alum ka vlla, mos. Po jo, se unë nuk e bëra stilin. Bushë e kapi me ne. Tashi. Oj, rimishi. Shmotoni rrypit. Dhe Ige voltën, shmotoj voltën. Në një pëqe, jashtë trije këtu ja. Edhe shumë shpetore na knaqen. Kontrol, ja erdi djali me gjëra. Po qito, por qito. Po kemi babuqin? Gjimoj, ja. Dje njova vetën. Ata dy kanë mbaruar punë. Ore, miku po s'na the ore se bebi, na tha se bebi kështu? Na tha se bebi? Po s'na the se bebi no miku. Nuk ua them. Po kemi 3 orë që pimo bu. Ore, nuk ua them. Mos e pensiono. Ka çështje pensioni. Kice nuk ua them unë. Nuk ua them se nuk kemi pirë mjaftueshëm. Ne mund të pinim të bëheshim dhogë. Po kush të na tha ty o vlla? Ta mbush brazeri. Opa mbaje. Edhe ti Un kam duket. na I thua ne. Po eshte se do na thoj se bebi no. Tashi, nuk ua them. Po si se Edhe për një arsye tjetër. Dua të jetë këtu Asambeu. Kush? Asambeu të vi këtu, dua them, si shë them, juve dua them atje. Po çfarë Asambeu? Ai e do me se zben. Po nuk e kemi E do me se zben. Që shemi lokalit Asambeu, miku. Si bëjmë? Po nuk bëhet alla, po thua Ai e do me se zben. Po tani çfarë të jem Asambeu ne? Ke majmë. Se mban mend. Ke majmë. Të marrë kjerë gruan, jo. Ta njerëz kam pierdhur. Po se po flet me mama, me grua. Për qa festojmë në sot? Të bëjmë babare. Falë kengur. Hajde gëzuar. Të dhëroje. Çuna të bëjmë pak pagesën do mbi lokalin? Qa do t'je? Ne u bëm me djallë. Kush je ti? Kamarieri vë. Po ne u bëm me djallë, si fjallë. E tiroj djali ati, po vajti ora 2 do mbi lokalin vë. Le ta mbylli lokali ti. Dala I ka lokali. Le ta mbyll, është lokali tia. Vemi te Belene, pim te Asambeu te Belen. Hajde. Te Belen kush do na çon te Belen? Çoj unë. Po veç te Belen. Am çështje Qo kështë s'ka patë. Qoraj. Kush e mban rakin? Ço. E mban. Kam bal. Ka që e mban. Atë te Belen. Po, pas ka pirë ky more po. Si kaloj? Ndihmoj? Po, më duhet kështu, litar. Litar? Çfarë litari, për çfarë duhet? Litari thjesht, nuk ka çfarë duhet ty, pse më duhet mua litari tash. Ma bë pak shpejt, lutem se. Po, sa metra? Po. Sa për të lidhur diçka? Të lidhësh diçka. Po. Shikoj çik këtë. I bën punë kë për të lidhur diçka? Ban. Pesh, domethënë. Ban dikë pesh trupin tim. Shu. Je mirë. Do të flasësh me dikë, një shpatull. Vlla, litarin dua, nuk është se dua. Pjak. Jeta është e bukur apo. E di që duket ndonjëherë sikur duhet të lidhësh diçka, se sikur asgjë nuk ja vlen edhe thua, "Okay, unë tani po lidh diçka." Nuk ja vlen. Ka mundësi mos duhet t'i them në shit si diçka të më japi ti litarin vlla. Po vlla. Kam unë një burrin e hallos.
pa punë, pa katandi, me një sy, 2 këmbë të majta, punon arbitër, në Calceto. Vesh bluzën me shkëlqimi, bie bilbili, gjithi bërtasin dali jashtë, nuk është arbitër për vërtetë, ja kupton apo jo? O duhet ta vart, të lidhte ai diçka? As ai nuk lidh diçka. Në valla, mos duhet i flasësh në menaxheri të më japi këtë litarin se më vajti vonë po them valla. Tash unë e kam vendosur, jam shumë vonë, e kupton? Ma jep bjerë litarin. Ti e di? Po një korse barit, heq mendjen mua, aroma e tërfilit thonë. Okej. 15 metra? Po. Pa. Shumë. Që, valla, tash më mirë. Moza, po lvizi qikon. Më duhet të shpëtoj një jetë. Harrove faturën më. Mirë, ik, largohu. Hajde, mirë, hajde. Taksi? Taksi? Sì, voglio andare a Tirana. A Tirana? Hajde, vieni conmigo, hajde. Hajde. Sì. Andiamo sopra. Le ship. Come fai? Ja. Che fa sta gente? Turisto si tu, andiamo alla Tirana. Tutti per Tirana? Tutti frutti, frutto brandante. Hajde, opa. Kape. Madonna. Madonna mia. No, Madonna, Sinan Hoxha. Vetëm Sinan Hoxha. Tutti frutti tequila stegilabas. Eco carro, Bello bukur Tirana, bello. Sì, certo. Është, ka bërë ai, po tani është brenda. Alla Gione. Prigione. Come ti chiamo? Mi chiamo Paolo. Paolo. Mi chiamo Contento. Gëzim. Gëzim. Ky këtu është Hans from Germany. Gjerman ky. Piacere. Ajo ragazzina edhe ai aty. Hello. Jacques e Raku from Francia. Jacraku, è piacere Jacraku. Edhe Hanush në fund ai Hanush. C'era Hanushi. Tu Italia, Albania, Germania tu, Francia, Ungari, mondial, campionato mondiale. Sì. Ku do shkojmë Tiranë vlla? Donde vamos la Tirana? ANT. ENT, të gjithë për ENT jeni ju? Sì. Ue. Po ENT është hotel vlla, hotel? No hotel, dottor Giuliani ANT. Të gjithë për te doktor Juliani jeni ju? Sì. Ue. Po mirë, ju çoj ju. Okej. Vai. Aspetta. Aspettami per favore. Por të presun, alla parcheggio. Sì. Hajde, të shkuara. A mo zemra. Po i që ja kam sjell ca turistës së murë të spitali. Po jo se nuk ishte ngjitse, po të vit tjetri nga anës për të shëruar në Shqipëri. Kur them unë është alean dhe joti.
Nese, qa po bën ti zemra, qa ke veshur? Ha? Ika unë se erdhëm këta, ika. Po tuti la hunda? Tuti. Si. Edhe ti o Anush? Hunda! Jemi të tregu ushqimor me inspektorin tatime zoti Mustafa Gjiza, ku po zhvillohet aktualisht një kontroll tatimor nga organet shtetërore. Le të shohim se si po ecën ky proces. Jemi nga tatimet, bëjmë një kontroll të lutem? Muçi tia. Nuk ka rëndësi kush jam unë jam organi i shtetit. Do bëjmë një kontroll të vogël këtu. Këto hudrat kanë faturë këto? Shfaturat janë të mia, do të kopshtit. Të kopshtit? Po ky reçeli për shembull Vete bëj edhe atë. e bën vet. Po kumdat ku i merr? Zakorçan te Faiku. Te Faiku, po Faiku t'jep faturë malli origjina? Shfaturë Faiku s'di të shkruaj, 4 klasë shkollë ka. 6 me trokje ditëra, po ti mbledhësh. Po s'lejot jo. Nuk që është reçeli që merret shoqër. Po duhet me faturë, po nëse sot është ditë e fundit që të vi kështu normal, nga nesër do fillojmë gjobat, duhet jemi më serioz. Për Brazil. Kontrolli i shtetit nga tatimet, mund të më thuash pak origjinën e vezës, ku e merr? Te bile pulës. Po pula? Te veza. Po veza? Po te pula. Po pula? Te veza, nuk e ka gjetë njeri mësot kush vijnë para pula apo veza, tash nga gjesh ti, o muço. Po nuk lejot jo. Ças lejohet o muço, po i gris bëll tani ne jemi shok. Ika muço ik. Ika muço. Rigon! Jemi nga tatimet, po zhvillojmë një kontroll tatimor. Të lutem shumë, mund të më thuash këtë rigonin e ke me faturë nëna? Qa faturë më muqi? Po nga e ka origjinën ky rigonin? Nga mali. Po nuk lejohet. Si nuk lejohet mër muqi? Më muqi im tu bëfsha kurban. Unë vete në mali, mbledh në mali dhe i shes këtu, t'ja di o muqi. Moj zonjë, po duhet faturë, duhet të dim nga vjen produkti tani, nëse ndodh diçka konsumatorit, si ta mbrojmë ne, nga ta dim tani. Qa do t'i ndodh më muqi nga qaj, nga rigoni, nga majdanozi, nga piperi do t'i ndodh? Nuk lejohet zonjë, po të paralajmëroj, sot është dita e fundit, ta dish. Aman t'u bëfsha kurban, o muqi im. O muqi. Atëherë si po ecën procesi? Procesi po ecën shumë mirë. Në këtë. Nuk është... Ripe se më tha që edhe mos pime. Po mos pime. Okej, neve ishim me inspektorin tatime, zoti Mustafa Gjiza, dhe pam se si po procedurohet kontrolli i tatimeve nga organet shtetërore për parandalimin e madheve pa faturë. Duket mirë këta. Pyesi mirë. Shkojmë të shohim. Po pyetura pa lekë është sikur. Po normale. Duket interesante. Pyetura pa lekë. Si je? Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si jeni? Mirë. Pama të banerin atje jashtë edhe ishim të interesuar për turet me vark. Po patjetër, ne ofrojmë udhëtime ditore në Karaburun dhe në Sazan dhe i vizitojmë të gjitha shpellat dhe plazhet e Karaburun. Të gjitha? Të gjitha. Wow. Po sa kushton? 30.000 lekë për person. 30.000 lekë për person? Sa mirë, shumë mirë. Shiko, se nga që do lëvizim ne, do marrim diçka, do vim prapë, ka harruar gruaja shapka. 30. Super. Po pse dolëm o caci? Sepse dolëm është shumë shtrenjtë, 30.000 lekë. Hajde do gjejmë, e njoh Lorën, unë jam nga Pogradeci, ja këte. Hajde, bot. Bot, brother, bro, bot. O, shqiptar, ore. Po shqyro të flasim që i shqipë se na mori malli aqë. Qa thua të huaj bam, e? Po qa ku ke turista këtu ti? Na falë zonjë për fjallorin, po na kanë si të majtë undës, na kanë si me lajme propaganda gjëra koti. Po t'ju qoj turin në një vend ekzotik, fanastik, t'ju gjestisë në të saj gjire e vende. Sa kushton? Po shevret më ndjenë, do regullohemi jo burite. Jo, pa sa kushton, se e vrasëm kështu. Po hajdo 4.000 lekë dy bashkë, 7.000 lekë se cili. 7.000 lekë? Shika super. Super. E, po bat java.
Po t'jeva ku do qesh më mirë atë shifja. Ua, na bësi pagesët tani se na ka ndodhur keq kuptime, jo më humbi portofoli se në det jemi vëlla. Merret vesh tani. Do vjen keq. Po ma merr për keq. Ti e vëllaj. Të keq në rrofsh. Vazhdojmë tani ikim në. Të dhash i zeçe. Po i zeçe. Nga dielli. Pa. Do më japësh një njëshe. Ua, po ç'pas keq. Ore, kothere. Do më jep një cigare mos e kam fundit të. Se pit. As zonja s'pi. Jo, nuk e pija. Ja, Se le të shtëpis. Mirë, hajde vazhdojmë për të jatin e. Jahti? Po ç'a thua? Ja, pas ka jatë. Jo, po ka jak me 7.000 lekë, ja tash i ka jak me 7.000. Po ne të kënaqemi me Po ka jak me 7.000 lekë. Jo burri di jak me 7.000 lekë, me 3 ka po. Hajde, Ibri, urdhoni. Ore, ky është skati? Ky është, po hajde, urdhoni sa, hajde. Ma dorën. Rëndësi ka eksperjenca, Madam, opa, ashtu, urdhoni, sotri. Welcome to the board. Tashi, ti do mbash të kovën, ti do mbash kallëmin. Se jemi pa dokumenta, po na ndalon njeri, po peshkojmë, jemi familje. Po kova? Kova do na duhet, mos e vrimën ne. Tulla, po nuk na le kjo ne? Po nuk na leo dhe po na la do e shtymë se çajmin e ngordhje. Avash, mbani fortat. Trigje që ka të kavon. Trigje kavon, po bine. Po. Ashtu. Ja. Kisha mama. Me zimer, po kushtrohet, i luan fe, kjo kushtrohet. Allah. Ore, bicho! Qa thua? Po këtëmne, ka vëndoj todo. Ja me sa miqe mie. A këtyri qerve. Dojmë i deri në Sazan të marim qipit që është shoku tim që ka ngerku. Në Sazan! Au! Shkapi! është eksperiencë. Fsha lodrë. Maroj benzina. Jepi një qik me duar sa të dalim në breg. Por e jepi ara. Po vlla, po kemi e shumë? Kemi e qa. Kame këta të lodhurit e vlora po tripikal. Si bëj sigur po bëj qef me shampara me gjera. Shpe qef i ore. Paraj. Qa paraj që ore, lango, paraj që ashtu. Lagu me shampaj ashtu me bira. Po vlla po na lagë grua në burr. Sa gra nga lagur bobja në kiskam na pëk. E gjuar me shumë. Zonje, bëni qef, mos të duke që ku pena ta më shpisheseri. Qefi o burr. Hani no një tani këqeni, hani. Urdo zonja e panina. A i salam se cilë urdoni, t'ju bëj mirë, zonja ndëruar. Hani gëzuar. A s'ke ndonjë gjë tjetër më vëlla? Kam po, besoj e me buri, nuk e adot. Çfarë ka fjalë? Ka krepa. Krepa. Krepa, që qa. Dua dhe unë krepa. Do e ti t'keshen. Mirë. Po miku, po do na nxjerrësh në një plazh o Bursova, po të piqem. Po në plazh jemi, hapi syto. Idhu det fresko. Këtu? Po këtu o ku, këtu është magji, shperl. Pa puna çato. Bobe!
Vede, për 1 minutë t'jesh një benzinë se me lap, edhe erdha, okej? Do vonoj, ha? Do vonoj, ma jo, atyri. Super. Ta mirë. Aj, kaloni mirë! Po miro të ke qenë turi, nuk ka pun pa lodhje, duke shu si pun qefi kjo jona, po ka valet e veta. I ka. Po vapa, I ka. po djeli, po deti të trazone dhe bën mut fare të. Sot ishte mirë, mi qohë? Mirë. Sot ishte deti vajo, morëm ca turista, i gjesdisë ma... Turista, thëmë? Ku turista, i kam blënë në turista? Ishte, ajo zoja ishte. Ishte e mirë shumë. Nuk është se nuk e dua, o doktor, unë e dua shumë gruan, po... Ka momente që e gënjej, për shembull, dje i thash që kam punë në zyrë, edhe isha në kinema pash një film vetëm. Ka pasur raste që kam pirë ndonjë birë edhe kam imagjinuar sigur jam i pamartuar, sigur jam pa grua. Shiko, ne gjithkohës bëjmë gjëra që edhe mund mos i bënim, po kjo që bën ti nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe. Është si të bësh një vrasje për shembull. S'është njësoj. Është fiksi lloj, është një jetë e gjithë. Të bësh një vrasje është një gjë shumë e keqe, o doktor. Nëse të zbulojnë, nëse jo, s'ka ndodhur asgjë. Pastaj po të kapën, ndryshon puna. Futen burg. E di që burg? Doktor, ka ardhur Artane. Artani është në 6. Ka po, këja 5 minuta se kisha në krizë paniku, tha. Marrë me zëtë. 5 minuta, thëmë. Marrë me zëtë. Artani pi shumë mallë prandaj është ashtu. Po ka super histori gjithkohë, seriozisht. Ishte një herë në Tajlandë i bordello. E di që në Tajlandë? E di që në Tajland janë... Nuk janë goca, pra, seriozisht. Tani nuk e dinte. Pastaj sa ka shkuar edhe 4 herë, dhe vazhdojnë t'i dalin çuna. Mendoj që ta kishte kuptuar, t'i dallonte deri tani. Nëse vazhdojmë unë vazhdoj me hallin tim. Çfarë halli kishte? Me gruan. O, ç'a më kujtua. Tano. Po ka po. Tërgoj njëra të historinë që kam qef unë, me ata. Gjodi, bona një 3 gjusha, unë la kos ka fëllim, fundi me kos susha. Me kos susha. Jo, nuk është nevoja, Allah, s'ka gjë, nuk është nevoja. Mos i folësh u tanit, se që atë nuk e ka dashur jati. Plus, të rathon e gruaja me të motrën e vetë. Po, nuk supozohet t'jenë konfidenciale këto gjëra, doktor? Nëse, ti ke një histori interesante? Me Xhuxha, me prostituta. Jo, unë me gruan kisha këtë hallin që... E më pas kërës po nashtyja e me gruan, shumë histori. Nëse. Nëse, si që po thoja, nuk është se nuk e dua, po thjesht kam këtë ndjenjën e fajt, o doktor, unë e dua shumë gruan, vetëm në disa momente më vjen që... Barekoa. Pra alarmi. Barekoa? Po, baroj. E vazhdojmë seansën ti. 200 euro seansa, s'është asgjë, pastaj shumë ngria, nuk është se desh kollaj, kupton apo jo? Jo se ti je i çmendur, ti je i çmendur, unë gjithë jam i çmendur. Shko, vazhdo shërohemi. Po, 200 seansa ka pasur. Po. Tano më pritet zyra ti. Po. Laguriq. Seansën e radhës të premten? Të premten. Në këtë orë? Jo, le nga mëngjesi se të filloj të më zëj gjumi, se ky ka nga ato histori të me gruan. Nuk është gjë e keqe, është sikur të bësh një vrasje. E pra. Po, e keqe është kur të kapin. Këtë i thash edhe unë, që vetëm nëse të kapin është... Po iki, më mire, takojemi të premten. Po, ka shumë probleme, që janë gjithë këta. Kjo nuk e se ka të vogë. Qa thë? O të vogë do ekstremisht të mathe, nuk di që të mej. Përshëndetje të nderuar telespektator. Jemi sot në Akademinë e Kamarierëve, ku çdo vit trajnohen qindra mira kamarier. Sot me ne për të na folur më shumë është drejtori i kësaj shkolle, zoti Lilo Pala. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Do pini diçka? Jo, faleminderit. Më vonë ndoshta, po shikojmë që ka nisur stërvitja. Po, është patjetër që ka nisur, duke parë edhe këto incidentet që ndodhin shpesh në profesionin ton. Ne i trajnojmë të gjithë kursantët tanë me judo, jiu-jitsu
Për tu përballur edhe me këtë fluksin të turizmit, të këtij bumit. Jo, fluksin e horrave, do të thoja unë, që fatkeqësisht ndodhen në çdo lokal, restorant, pub, diskotek. Tani t'ju sjell një menu? Sa veta jeni? 3 jemi ne. Po, më vonë, thjesht në fillim ta tregoni për këtë që po ndodh këtu, për këtë lloj trajnimi kaq që kaloni këtej ulë, te? Ndiqi, kapi. Këtu për shembull kemi një klient me mendore i cili do pësoj një incident. O figure, hajde qik. Po, më thuaj. Po pse më sjell ujë të ngrohtë, qa të kam bërë? Jashtë është 40 gradë, valla, duhet u jaku. Falë zotri, ndrojmë përsëri, s'ka problem. Po qyshe e ndrojmë përsëri, s'ke problem, unë të fus të dhja. Bravo. Shumë bukur vjen. Hajde tjetri. Urdhëro zotri. Po e shkon ujë që është për vlimën, në mas. E di qa të bëj, unë të mjaftë ujë të ngrohtë, unë të fus në dhe. Okej, 8 për ty. Okej, shumë mirë. Hajde tjetri. Tani ta ndrojmë çik skenari, je një zonjë spanjolle e cila nuk do të paguaj faturën. My soup is very bad. I no pay. No, you pay se pronari bam. Oh my god, I will leave a bad review for you. Ma kasi qa thua ore? Po jo, po anglisht më burda. Po, anglisht. My dick explosion. Oh my god, I will go. Bravo, shumë mirë. Tani, do ulemi, t'ju sjell menu të vllai, Halo. Dani ndonjë gjë? Po ham në gjë. Ka paçe koke nga të ditës, paçe këmbe, kasjebab, pilaf, kemi bizele me mish, bizele pa mish, kemi blëndës, Shumë në rregull. kemi kukurec. Atëherë, nga Akademia e Kamarirëve me zotin Lilo Pala, ju përshëndesim. I po hani pak shpejt se do lajenët unë. Duhet të lexoj dhe për kursën e patentës pastaj. Në kurs gatimit kishe bërë. Si the ti? Si the? S'të pëlqeu gjella aty? Qa gjellë? Gjellë për derë? Je i arrestuar për përbuzje dhe për çmim ndaj gruas. Edhe tallje. Po të thonë njëre, jeni në metro. Hajde lëvizje, sa të ngrejmë në kratë. Apo shinge edhe 200 kile. Je i arrestuar për çmim dhe përbuzje ndaj qytetarit. Dhe tallje. Edhe tallje. Po jemi kolegë, o kolegë. Ec. I nderuar gjykatës, po nuk i thash gjë, more humor. Humor kot, humor familjar. Si i dal pazari. Ulu. Zoti gjykatës, ishte keq kuptim. Nuk doja ta ofendoja zotrin për peshën. Bëra thjesht shaka, burit. Jam aq i zgjuar se ta di që mos të shkel ligjit. Po pra se zgjuarësia është arma më e fortë e policave. Po jo, po unë jam njeri i ligjit të, por nuk ishte thjesht i komend. Ore, po këtë ligjin me vdekje kur e nxorën. Këti të shëndosh që do jam matë unë se s'ka nevoj për një shanë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Përniqen, emisioni ku përpiqemi të niqemi. Le të shohim çfarë ka ndodhur në takimin e shkuar mes Maxhellës dhe Kaçit. A janë përniqur ata? Ma të zemrë dhe agapim. Pa Kaci, pas ka ardhur. Se po flisha pak me prindin në Skype. S'ka gjë. Maxhella, këto lulet janë për tyja. A do të dalim për një drink bashk?
Po qa drinku Rekaci, po hajde vem ham në ingjësin agriu, se të lën Skype Rekaci. Se di se kam provuar. Hajde Rekaci të mëson Margjella aty. Mua më pëlqen shumë Margjella për atë naivitetin që ka, për atë sinqeritetin. Është e pa djallëzuar duket ajo. Margjella. Ua Kaci! Po iki më si mja. O zot, çfarë emocionesh përjetojnë këtu në Përnishen. Tani do të vazhdojmë takimin në studio mes Gishtellës dhe agronomit. Kam shumë emocione. Është era e parë që dal me një djalë. Jam edhe pa eksperiencë, prandaj do flas kështu pa skenare, me zemër. Me Kevi, ke shtypur tastierët me bryllë, mor kokloqe. Ishe bryli. Shpresoj me bryllëm. Patjetër, vazhdo. Agron, kam filluar të ndjej për ty. Wow! Gone, çfarë do ta thuash për këtë deklaratë kaq të bukur? Unë Gishtellën e respektoj shumë, por kam i farë hije dyshimi që nuk o e pa prekme, për mu. Si guxon? Ua, sa i pacip që qënge more Agron, po si do sillim ne në studio dikë që është gjaj dashuruar jashtë? Madje, se unë jo me tip këshu me nuhati, e kam nuhati qik që kjo më duket se o me barë, për mu. Wow, ky është kulmi, por ne mund të bëjmë një test të ta vërtetojmë ty. Ego? Qeko, more, Qou dhe bjeri ngrusht në bark tani që ta shojmë tu live? Ora, si zemër, po ne nuk e lam këshu. Mendo këtë, Gishtella, mendo këtë që do të shtojë në Instagram, se unë për ju e kam, se unë kam kë plot, nuk marrë këja. Gishtella, unë të kam boj dhurat nga Muçi Parfums, aromë fantastike me ta knoj shpirtin dhe me çmime shumë ekonomike të përballueshme për studenta, për gjithë që si kanë mundësit, i ke Muçi Parfums. Wow, gjest romantizues. Rasti edhe i gjoj lase, më duket se po lind kjo. Shikoni çfarë ndodh këtu në Përnishen, miqtë e mi. Javës tjetër do t'ju tregojmë çfarë është djalë apo vajzë. Bashkënakën e mirë. Qa kam? Ata janë se më në prish Valerin. Qa thua, hapu që kapu? Putë, vjefshara. Në bëllë qabe dhe ti tani, bëllë se nuk ndreqet me të qara. Ama se manë bëjt e matë lutë. Po do ta rregulloj unë. Po që na gjeti, pse mua? Alo, si jeni? Mirë, si kalove? Kemi qenë më mirë me thënë drejtën, po më shprish Boljeri këtu të shtëpia, vlla, gjeta numrin të shkalla. Mirë, s'është problem, po dëgjoj ta them që tani unë jam full, na dhjetori po ashtu mund të lirohet. Dhjetori? Po qa thua, vlla, po vjen do të pak më shpejt, lutem shumë, qa dhjetor thua? Jo, ose po mund e masil ti t'jedh një sy unë, po s'ta premtoj. Ore, po si ta sjellësh Boljero, shok, nuk është tash se flokësh tani, nuk vjen dot ta shikosh. Jo, ku lëviz do të unë jam full me punë qatë. Mirë, ku jeni, ku ndodhesh? Në Patos jam unë, sa kalon... Aj, ta kaloni mirë. O, sjelo, ku je? Qa bën në fikusit kam? Se je ngresur kështu, çfarë të ndodh? Boljeri o fikus, në la. Qa thua? Po si ndodh? Po sot nuk e di, ishte mire bukur, kur ja je bam. Shpërzeu? Ullë rriti gruaja. Qa bëre? S'kish një javë që i kishte mbaruar garancia. Jo, mor, qa fatkeqësie. Çfarë do bësh tani? Do blesh tjetër? Kam lekun të blej tjetër, pse vit për vit Boljera do blejmë. Ke faj.
Çdo gjë do ju sta. Ore, ke ndonjë numër ti? He? Ndonjë profesionist në ju sta? Qa thua, ku ka numër për usta bolira, që më kollaj gjen kirurg zemre që sakta. Jenë të reziti. S'ka si numër? Po kam unë, kam një numër berberi. Të bëm punë? Qa berberi? Berberi ku që Leo, le, se e gjej vetë, ti ka. Hajtë ta kaloni mirë o fikus. Atsna, elmove, atsna. Unë pse u elmova ka shumë për këtë. Si s'ka një numër, më dha. Vaj, deshe numër? Por e dha. Prito. Kam pasë, vllai, sa do ti? Dysh, njësh, gjys. Qash, o dha, unë desha numër o staj për boljerin në shok. Qash, ka madhë shkë? Jo. Jo, për zotin, s'te moj do të unë vetëm malëshës. Po, s'ke në një, njef në një usta? Njoft një une, po është në patose. Jo, patos një mondet, jo. Policia! O, shteti është keq kuptim, olla, unë nuk po blia drogë, është. Po e ti mo që s'po pije drogo, vlla, se dolin analiza dhe ishe i pastër, qa? Sa kokë që për këtë? Sot u prish gruaja, se do më thënë u prish boljeri, u lëriti gruaja, pastaj edhe dola unë për të kërkuarin. Dhe kjo është arsye për të shitur drogë, Selman? Po jo, shefi qatë drogë, nuk po shisja drogë, po kërkoja numër ustaj ella për boljeri, nuk po shisja drogë. Po qa po kërkoj ti numër për usta, po na more se ke super profesionistin online, o vlla. Elektrike, hidraulike, zhveshje telash, bërje telash, të gjitha online, o qa po kërkoj ti, kota nga bën porti. Mere di kota një, do na dhe gjenjesh neve. Se kisha parë. Qa s'ke parë, o? Ka ndashje drogë fëmijëve, e? Po jore, qa... Po do kalë bëshë buko. Are full! Are full! Are Are se nuk pyeti. Fshiu aty, mbaj kokën lart. Liroj aty nëse që pa faqe me se zoom atë tjetër. Pa faqe fare? Me zoom s'pa çadori po lejë atë se gjyno. Ka. Do të Selman një lajm fantastik. Nuk ka vajzë pa çatori. I pa faqe. Ishte vërtet Po ta dinim kështu valla. Po atë po ju thoja. Po jore qa po thoje ti, po nuk po thoje fare që po ec. Ec, nuk po thoje që. Haj, pas ke qenë buri fort atë. E të fala boljerit. Zemre e rregullova boljerin. E gjeta ustajnë tek super profesioniste. Ishim shetë s'far kohë, sinqerisht. Ko. Nuk ka gjetur tyre. Dite u rezova. Përshëndetje zonja të nderuara dhe mirë se keni ardhur në këtë emision kaq fantastik, i cili mban vullën time, firmën time dhe quhet Pasdite me Rasimin. Është një emision mjaft i suksesshëm ku ne çdo pasdite flasim për kulturë, për art, për modë. Sot kemi dy të ftuar mjaft të tylifarshëm, të cilët janë Big Basta. Përshëndetje, kënaqësi që të kam në studio. Jo, ratapa je. O sa vdes kur bëjnë kështu me jora popora këta repistat si burdallej. Përshëndetje Rasi, po më thrit profesor Big Basta je. Wow, pas keni mbaruar në një shkollë atje në Zelandën e Re? Jo, më pëlqen më shumë si tingëllon profesor Big Basta je. Profesor Basta je, ju pas keni mbjell flokët? Po, leshe oj mirë Rasi, duhet me mbjell je. Pa tjetër duhet leshi profesor normali. A mund të më tregosh për çfarë këmbgulje ka shumë të vije në Pasdite me Rasimin? Sot kam ardhur për me promovu këngën time më të re, Çoko dhe Shëndetlie. Wow, me vërtet? Çfarë thua more? Po edhe kjo do ta ketë refrenin portugalisht, besoj. Pse Rasi e kam pas po këngën portugalisht une, je. Nëse fakit. Kalojmë pa humbur kohë te i ftuari i radhës, zoti Besnik Sholla. Unë flas me gjindet. Wow. Ndonjëherë edhe më kthejmë përgjigje, ndonjëherë nuk kthejmë përgjigje, ndonjëherë kthejmë përgjigje. Profesor, të lutem më serioz. Flas me gjindet Rasi, je. Kaq.
Po, a mund ta zbukuroni pak emisionin tonë, të na jepni ndonjë shfaqje me xhind, a keni sjellë ndonjë xhind këtu mes nesh? Kam këtë gurin e shallë. Oficeri, është i xhindit oficeri? Jo, është e kam timin, e mbaj. Regjia, hiqani mikrofonin besnikut, lutem. Po kënaqemi këtë emision, moj zonjani. Është një emision fantastik, zoti Big Basta, a mund të na performosh këngën tuaj për cilën erdhët në këtë emision? Po, rasi, je gati gjithmonë. Regjia, të lutem. E kam ditën plot për s'më ban ky trup, se kam shpishën det li më bën trup. Pështë e mëllë si më kak se ndaj me as një grup, kur e prek me luk, zemra më bën bom. Bukur. Deri diku. Në frigorife që ndronë si mbretëreshë, me 4 shtresa kremi që të shkrin pa shpresë. Unë s'pja Red Bull, ajo me jep trashën, det li për mëngjes për ta. Wow, e pa besueshme me sa duket në studio, kemi xhindin e zotit Bestik. Kudo që ndodhesh zoti Xhind, atë të pyesim disa gjëra, kudo që je. Zeza, nuk më kish përshtyr ndonjëherë ndonjë xhind asnjëherë. Kështu mbyllet kjo emision për sonte. Jo kështu, duhet i qëndrojmë më pranë njëri tjetrit. Merre një tona, edhe një për ty, prisni. Për ty, edhe për ty. Ndizja ati se jemi e ma. Ikni. O, syri! E rofshë dhe. Mi gjeti ilaçet e tensionit? Po, i gjeta, mi gjeti luti. Luti është engjëll. Flori është. Bëni se vap, o zoje, bëj se vap, moj. Mbush barku në i mirë. Rosh. Shko, moj. Shkore. Babaj nuk thehet më oma. Duhet të shikosh të gjesh lumturinë. Sa mirë që po qëndroni pranë njëri tjetrit. Magia,